por më vjen keq që kur e shoh që domethënë biseria e vendit tonë aty akoma qëndron në gjumë, nuk zbulohet, nuk publikohet. Nuk më vjen mirë. Me thonë drejtën, por vetë më jem si me... Ajo që më thanë është kjo që po thuhet ti, pse nuk vinë nga Shqipëria me bë kërkime në arkiv. Asnjë anëtar i Akademisë Shkencave që në 72 që është krijuar deri sot nuk ka fletyrje të regjistruar në arkivin sekret. Kur? Merr edhe shoh me veti. Si ti marrën? Është 120 euro nota e hotelit. Hotel San Giorgio aty në Vatikan është 120 euro nota. A kupton? Po me ëmbër. Janë shtret edhe ushqimet. Po me ble, është 2.4 euro çdo faqe që merr. Duhet me paguhet 2.4 euro pa ta dhënë. Masi të paguash lek ta japin. Dhe është për me publikuar. Vetëm për ta marrë ti profe apo edhe për ta publikuar, jo, apo ka çmim tjetër publikimi? Për me publikuar me foto do paguash edhe 104 euro të tjera përveç 2.4 për faqe. Për me publikuar me foto siç kam publikuar Skënderbeut. Pra, për me publikuar pa foto është... Të dashur miq, ka kushtuar 104 euro vetëm kjo faqe këtu për publikim. Dhe tani është shumë i anatemum, është shumë i rëndësishëm sepse flet për Shqipërinë e për Kosovën. E kanë botuar serbët në 57, në vitin 1957, e kanë botuar të falsifikuar. Domethënë, nuk e kanë përkthye siç është në vërtet, po e kanë përkthye siç u ka interesuar. Çubriloviçi domethënë me shok. Domethënë pse sa disi se Çubriloviçi ka qenë 100 vjet para. Ai e ka bën. Edhe e mora dokumentin. E ai domethënë duket sikur më qenë një djegun. Kur unë e kam pas në dorë atë nuk ishte i djegun, por kur ma fotografuan e ma dhanë me ta treguar ty se e kam me ngjyra, e u kallzova kosovarëve dhe librin e skrivanisht edhe ato thash shivet dokumenti, shivet edhe u thash ju thash nuk po punoni se duhet me ditë se i kanë falsifikuar, me thonë botës. Atë që gënjen ai duhet t'ia thuash ndryshe i botës, duhet më shkruaj edhe anglisht. Edhe ja u tregova dhe dukesh si me qenë e djegun. Nuk ishte i djegun, po ishte letra vetë ishte shkatërruar për 4 shekuj. Kam punuar 4 muaj aty. Në atë arkiv kam punuar 4 muaj. Dhe kam punuar derisa më thënshin del për jashtë. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe Stacioni Librarisë.